Aktiviteti i transportit ajror dhe atidetar erdhi në rritje në tremujorin e tretë në krahasim me të njëjtë periudhë të vitit kaluar, ndërkohë që hekurudhën e përdorën vetëm 782 pasagjerë. Të dhënat e Instat tregojnë se porti i Sarandës kaloi atë të Durrësit për nga numri i pasagjerëve në tremujorin e tretë të 2025-s. Në transportin ajror, gjatë tremujorit të tretë 2025, kanë operuar 31 shoqëri ajrore, nga këto 30 janë shoqëri të huaja dhe një shoqëri shqiptare. Në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 139.923 avion, nga të cilët 83.6% të tyre e zën numri i mbikalimeve. Volumi i mallrave duke përfshirë postën, të hyrë dhe të dalë nëpërmjet transportit ajror rezulton 714 presje 3 ton, nga të cilat 75 presje 5% janë mallra të hyrë dhe 21 presje 5% janë mallra të dalë. Krahasuar me tremujorin e tretë të 2024-s, në tremujorin e tretë të 2025-s kanë udhëtuar me linja ajrore 3.892.761 pasagjerë, nga 3.534.751 pasagjerë që kanë udhëtuar në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke u rritur me 10 presje 1%. Volumi i mallrave të tregtuara eksport dhe import me ajër në tremujorin e tretë të 2025-s është 581 ton. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ky tregues është rritur me 25.6%. Volumi i mallrave të importuara me ajër në tremujorin e tretë 2025 zë 0.03% ndaj volumit gjithsej të mallrave të importuara.